vlerësoj që vetëm 10% të mbështetjes që merr sot Ukraina, po të kishte pasur mbështetje ushtria shërimtare e Kosovës në këtë format, ne do të arrinim që edhe pa bombardimet e NATO-s të çlironim Kosovën, për shkak që vullneti dhe motivi i ushtrisë shërimtare të Kosovës ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm që mund të ketë një ushtri që lufton për çlirim, dhe neve normalisht që na kanë munguar armatimet, na kanë munguar municionet, e thash e shumta që kam mund të pas të ketë një njësi e ushtrisë shërimtare të Kosovës ka qenë një mitraler, pro eventualisht dikon do një mortaj, mirë po shumë pak ose hiç armë të rënda, dhe sikur të kishim pasur mbështetjen me armatime, me municione, ne patjetër që kemi pas mira vullnetar të gatshëm për t'ju bashkangjitur ushtrisë shërimtare të Kosovës. Unë e di, kam qenë, po mendoj duke qenë në pozitën e komandantit batalionit, kam qenë edhe dëshmitar se sa njerëz ne kemi kthyer në shtëpi, për shkak që nuk kemi pas mundësi që t'ju japim armë, pra i kemi thënë që do t'ju tharrasim momentin kur kemi armë në njësitë e UÇK-s, dhe unë jam i bindur që nuk do të duhej aq shumë përpjekje ndërkombëtare për çlirimin e Kosovës, sikur ne të kishim këtë mbështetje që ka sot 10% të mbështetjes që ka sot Ukraina, sepse ata dihet që marrin miliarda euro e dollar mbështetje me sisteme të armëve, me municione, me artilleri, me raketa që të çfarëdo lloji.